Këtë të premte në drejtësia në Kosovë. Sa prona të uzurpuara vazhdon t'i mbajë koordinatori i mbrojtjes së Samil Ushtakut Rustem Rukolli. Kush e ka në shfrytëzim këtë pronë? Një ndër kontestet është edhe kontesti me kompaninë Rukolli. Pse njeriu i afërt me PDK nuk respekton mesazhin e Kadri Veselit për t'i liruar pronat publike? Kjo është një mesazh si sa më shpejt largohen nga pronat e uzurpuara. Është tërhequr kryeprokurori Aleksandër Lumezi nga lufta me uzurpatorët. Pse të fuqishmit vazhdojnë të bëjnë biznese në tokat e shtetit? Gjykata e shkollës parë nuk e ka aprovuar kërkesëpadinë e Telekomit Kosovës. Në pjesën e dytë të emisionit, ndiqni reportazhin për iniciativën e prokurorisë së Gjilanit për të rënuar terasa të kafiterive. Edhe neve na ka ardhur çuda ashtu. Veç hajt prokurori, qysh prokurori. Edhe në fund, ndiqni rubrikën Policia me pamjet ekskluzive nga aksionet e policisë në luftën kundër krimit. Drejtësia në Kosovë çdo të premte nga ora 22:20 dhe repriza të hënën në mesditë.